Një operacion kontrolli masiv është realizuar sot në mëngjes në burgun e sigurisë të lartë në Peqin. Forcat speciale kanë zbarkuar në ambientet e institucionit duke ushtruar kontrolle të imtësishme në çdo qeli, sektor dhe hapësirë të brendshme të burgut. Përfshir regjimin 41 bis. Gjatë operacionit u përdorën mjetet avancuara si detektor special, dron monitorimi, qen antidrog dhe skaner. Efektivët konstatuan dhe sekuestruan disa sende të ndaluara, përfshir mjetet të improvizuara prerëse, kabuj dhe qarqe të modifikuara elektrike. Në një rast u evidentua një sasi e dyshuar lëndë narkotike, për të cilën janë ndjekur procedurat përkatëse ligjore. Në kuadër të këtij operacioni gjithashtu u bë e mundur edhe transferimi 2 të dënuarve me burgim të përjetshëm, të cilët paraqisnin rrezik për sigurinë. Ky kontroll vjen në një kohë kur siguria në burgje mbetet një nga sfidat kryesore të sistemit penitenciar në Shqipëri, duke shtuar nevojën për kontrolle të shpeshta dhe masa më të forta. Burgu i Peqinit është një prej burgjeve më të populluara në Shqipëri dhe kohët e fundit aty janë transferuar emra të njohur të botës së krimit.